U hoq një diskriminim i rënd që ju është bërë qytetarëve të cilët për hallet e tyre janë detyruar të migrojnë përkohësisht dhe që ishën të evidentuar si qytetar jo rezident. Kështu thot deputeti Skender Xhepi Zejdi, i cili e kishte dorëzuar në gjykatën kushtetuese nismën për metodologjinë e përdorur në regjistrimin e fundit, e cila qytetarët i ndante në rezident dhe jo rezident, të cilën kushtetuesja solli vendim që ta shfuqizoj. Zejdi thot se do të kërkojnë përgjegjësi penale pasi sipas tij nga ndarja e buxhetit, komunave me shumicë shqiptare u janë mohuar gati 10 milion euro. Në bazë informatave bazë, dikon gati 10 milion euro për komunat shqiptare flas. Ka munges dhe ka dallim mes përfshirjes së buxhetit nga rezident dhe jo rezident që ka qenë deri sot. Do të thotë qeveria aktuale ka ndalë dikon gati 10 milion euro mjete financiare për komunat me shumicë shqiptare, duke i larguar dhe ekskluduar ata të cilët nuk janë rezident. Ndërkaq për këtë regjistrim, koalicioni Vlenit, cili ka nisur serinë e konferencave për siç kanë thënë ata, zbardhjen e së vërtetës së një procesi që duhej të ishte pasqyrë realitetit, ndërsa u shndrua në një mashtrim dhe tradhti poshtruese të BDI-s ndaj shqiptarëve, sot temën e kishte për komunën e Strugës. Në fshatin Ladorisht janë regjistruar 1344 banor mbi 18 vjeç, dërsa në zgjedhjet e vitit 2024 kanë votuar 2397 qytetarë apo mbi 1000 më shumë. Në Velesht janë regjistruar 2196 banor, por votuan 2377 ose 200 më shumë. Në Livadhi sërish rezulton më shumë votues se sa banor të regjistruar. Derisa po vazhdojnë akuzat për regjistrimin e vitit 2021, kryeministri Kristian Mickoski dha propozim për mbajtje të një regjistrimi elektronik të popullsisë vitin e ardhshëm.